Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Dëshironi kujtesë më të fortë edhe në pleqëri. Merrni këto ushqime dhe do habiteni me rezultatin. Pas këtyre strategjive mund të përmirësoni kujtesën dhe shëndetin e trurit, duke ndihmuar kështu në një kujtesë më të fortë edhe në vitet më të vona të jetës suaj. Për të pasur një kujtesë më të fortë edhe në pleqëri, në dietën tuaj duhet të shtoni acidet yndyrore omega 3. Për fat të keq, shumica e njerëzve në ditët e sotme nuk marrin mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese esenciale përmes dietës së tyre, sepse shumë më pak ushqime në dietë të përmbajnë këto produkte. Mënyra më e mirë për të marrë më shumë acide yndyrore omega 3 është duke ngrënë më shumë peshq, siç është salmoni dhe sardelet. Në dietën tuaj shtoni gjithashtu magnezin. Ai është një mineral vital që merret pjesë në më shumë se 300 reaksione biokimike të trupit tuaj. Ndikon në neurotransmetuesit dhe aktivitetit hormonal që mund të kenë efekte më të mëdha në funksionet e trurit. Rritja e niveleve të magnezit në tru përmirëson të nxënien dhe kujtesën. Për fat të keq, shumë njerëz kanë mungesë të magnezit. Sigurohuni që të hani ushqime si spinaqi, farat e kungullit, bajamet, avokado, çokoladë e errët dhe banane. Bëni më shumë ushtrime. Ushtrimi është një nga mënyrat më të mira për të promovuar formimin e spinave të reja dhe gjithashtu në rritjen e rrjedhit të gjakut në tru, që do të përmirësojë gjithashtu shëndetin e kujtesës suaj. Agjerimi i vazhdueshëm. Ullumtimet kanë gjetur se agjerimi mund të përmirësojë gjithashtu edhe gjendjen e kujtesës. Si rezultat, ai mund të zvogëlojë mjegullimin e trurit dhe të ndihmojë në mbrojtjen nga demenca. Mënyra më e mirë për të filluar agjerimin është thjesht duke ngrënë në darkë, jo më vonë se ora 6, dhe duke mos ngrënë asgjë tjetër pas kësaj ore, edhe pastaj duke ngrënë një mëngjes të rregullt ditën tjetër. Kjo mund t'ju japë edhe një agjerim më të shëndetshëm, jo vetëm në shëndetin e trurit, por edhe në të gjithë trupin tuaj. Shumë njerëz duan të kenë një kujtesë më të fortë edhe në pleqëri, dhe kjo gjë duhet të bëhet edhe me ushqyerjen e duhur. Që të kemi një kujtesë më të mirë, duhet të bëjmë me kujdes edhe zgjedhjen e ushqimeve të cilat ndihmojnë në performancën më të mirë të trurit tuaj me kalimin e viteve. Këto janë disa nga ushqimet më të mira për kujtesën tuaj sipas WebMed. Brokoli ndihmon në nxitjen e rritjes së qelizave të reja të trurit dhe përmirëson kolinën. Studimet tregojnë se mungesa e kolinës gjatë shtatzanisë mund të shkaktojë defektet e foshnjat. Brokoli është i pasur me vitaminën K që ndihmon në përmirësimin e kujtesës. Konsumi një filxhani me brokoli 3 herë në javë është një mënyrë efektive për të përmirësuar trurin tuaj. Arrat janë një ushqim që ndihmon në rritjen e fuqisë së trurit. Ato përmbajnë sasi të lartë të omegës 3 në krahasim me ushqime të tjera. Omega 3 ka efekte mbrojtëse për trurin dhe rrit aftësinë njohëse dhe kujtesën. Rrisni rrjedhjen e oksigjenit dhe ushqyese thelbësor përmes enëve të gjakut të trurit duke parandaluar inflamacionin. Salmoni i egër është një ushqim i pasur me omega 3, si dhe acidet DHA, të cilat ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të Alzheimerit. Për më tepër, omega 3 ndihmon në parandalimin e inflamacionit dhe përmirëson në rrjedhjen e gjakut në tru. Domatja është një tjetër ushqim që nxit fuqinë e trurit tuaj. Është një burim i antioksidantëve dhe gjithashtu është i pasur me likopen, që ndihmon njerëzit që kanë probleme me kujtesën edhe me mendjen e mprehtë. Shtojeni domatet në sallata, në supë, në omlet, në gjell dhe hajini ato të përpunuara për të përmirësuar fuqinë e trurit tuaj. Çokolata e zezë është një nga ushqimet më të mira me antioksidant. Kafeina që ndodhet tek ajo luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e vigjilencës. Çokolata përmban gjithashtu flavonoide që ndihmojnë në rritjen e qarkullimit të gjakut në tru, si dhe përmirësojnë edhe përqendrimin. Çokolata e bardhë dhe ajo me qumësht janë gjithashtu të mira për trurin tuaj. Boronica mund ta mbajë trurin tuaj të mprehtë madje edhe në moshën e vjetër. Përqindja e lartë e flavonoideve që ndodhen te boronicat përmirësojnë funksionet njohëse. Gjithashtu boronicat mund të zvogëlojnë mundësinë për të prekur nga sëmundja e Alzheimerit dhe Parkinsoni. Spinaqi është i pasur me kalium dhe antioksidant që mbrojnë qelizat e trurit nga çdo lloj dëmtimi.
Spinaqi përmban lëndë ushqyese thelbësore të tilla si magnezi, vitamina E, vitamina K, të cilat ndihmojnë në uljen e zhvillimit të degenerimit të trurit. Këto janë disa nga produktet ushqimore që nuk duhet të mungojnë në regjimin tuaj ushqimor nëse dëshironi të keni një kujtesë më të fortë dhe akoma më të shëndetshme. Avokado. Fal niveleve të larta të yndyrnave dhe vitaminës K që përmban, ky frut mund të ndihmojë në uljen e mpikses së gjakut që mund të ndikojë shumë në aspektet njohëse. Panxari, nitratet edhe antioksidantët që përmban kjo perime ndihmojnë gjithashtu në parandalimin e problemeve të trurit dhe ndihmojnë në parandalimin e depozitës së pllakave në trup. Selinol. Përmbajtja e selinos mund të ndihmojë në reduktimin e inflamacioneve mikrokapilare të trurit. Gjithashtu, këto produkte janë mjaft të mira në reduktimin e problemeve të kujtesës dhe në fuqinë më të mirë të shëndetit tuaj mendor. Kujtesa është një proces i marrjes dhe ruajtjes së informacioneve në trurin tonë. Shumë faktorë ndikojnë në kujtesë, duke përfshirë moshën, dëmtimin, dhimbjen, gjumin e pakët dhe stresin. Angazhimi i trurit tonë është pjesë përbërëse e funksioneve të kujtesës dhe ka shumë mënyra për ta bërë këtë. Të mësuarit e një gjuhë ose aftësie të re, të mësoni të luani një instrument ose të zgjeroni fjalorin tuaj mund të ndikojë në rritjen e kujtesës. Kështu mund të rritet ndërveprimi social edhe me thjesht është ulja e marrjeve të sheqerit dhe ngrënies më pak e ushqimeve inflamatore. Këto janë disa mënyra natyrale për të përmirësuar kujtesën tuaj. Hani më shumë shëndetshëm. Ngrënia e ushqimeve të shëndetshme është një mënyrë e shëndetshme për trurin dhe mendjen tuaj. Përveç se na ndihmon me disponimin dhe fokusin ton, ushqimet e shëndetshme janë jetike për kujtesën tonë. Boronicat për shembull janë dëshmuar se rrisin rrjedhjen e gjakut në zonat e trurit që lidhen me kujtesën. Një studim krahasoi rezultatet në testet e kujtesës të marra nga fëmijët që pinin lëng boronice dhe manafere, krahasuar me ato që nuk i pinin. Përveç kësaj, peshqit yndyror si salmoni, sardele dhe arenga kanë nivele të larta të aminoacideve omega 3. Arrat përmirësojnë funksionin e njohës duke përmirësuar kujtesën për shkak të përmbajtjes së tyre të acideve alfa-lineolike. Dhe një lajm i mirë për njerëzit që duan kafeinë në mëngjes. Studiuesit zbuluan se kafeina arrit kujtesën kur pjesëmarrësit u testuan për nivelet prej 200 mg. Flini më shumë në mënyrë të rregullt. Funksioni i memorjes përbëhet nga 3 pjesë: përvetësimi, përjetimi ose mësimi diçkaje të re. Konsolidimi, procesi i integrimit të atij informacioni të ri në tru, mund të jetë edhe një ruajtje më e fortë e kujtesës. Provat shkencore sugjerojnë se një sër fazash të gjumit ndikojnë në aspektin e konsolidimit të kujtesës me promovimin e gjumit që ndikon negativisht te kujtesa. Kur njerëzit nuk flen mjaftueshëm truri, nuk ka mundësi të mjaftueshme për të shijuar edhe shtigjet për të konsoliduar informacionet që keni mësuar. Cilësia e gjumit shpesh zvogëlohet gjatë procesit të plakjes për shkak të më pak gjumi në valët të ngadalta, ndërsa konteksti medial përballet përgjithsisht me kalimin e kohës dhe është më i vështirë të arrihet gjumi i thellë. Kjo shpesh çon njerëzit e moshuar të kenë probleme me përpunimin e kujtesës. Ushtroni më shumë. Ne dimë se ka shumë përfitime fizike nga stërvitja, duke përfshirë rritjen e energjisë, humbjen e peshës, rritjen e kolesterolit të mirë, uljen e triglicerideve, por ka edhe përfitime për të rritur mendjen që lidhen me stërvitjen duke përmirësuar përfitimet e kujtesës. Ushtrimet reduktojnë inflamacionin dhe rezistencën ndaj insulinës, ndërsa çlirojnë kimikatet që mbështesin shëndetin e qelizave të trurit. Korteksi i përkohshëm përballet me element të kujtesës, që ka në vëllime më të mëdha në ushtrimin tuaj. Praktikoni meditimin. Kujtesa afat shkurtër ndikohet negativisht nga ndërhyrja proaktive, që është një kujtim më i vjetër i ndërhyrjeve të aftësive tuaja për të kujtuar kujtimet e fundit. Rezultatet më të mira do të vërehen edhe në vënien e trurit sa më shumë në punë të jetë e mundur. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.